mund të rrezikojnë Vučićin apo ai vazhdon ende të jetë i fortë, sepse po të shohim Vučićin po mundohet të përdorë manovra zgjedhjet për Vivovdan, më pas zgjedhjet në shtator, zgjedhjet në nëntor, do jap dorëheqjen sot, do të jap nesër, do bëj edhe kundër protesta, ka thënë mes të 6 dhe 28. Çfarë po ndodh me situatën atje? Madje nga vizita atje, nga Pekini paralajmëroi se është duke menduar mundësinë e dhënies së dorëheqjes. Sikur të ishte një kërcënim për pozicionet politike, respektivisht për palët politike në përplasje. Lëvizja protestuese në Serbi ka marrë tashmë një kthes dhe duket që ata do të shkojnë drejt shndrimit në një forcë politike. Fatkeqësia është se artikulimi i tyre në politikën e jashtme nuk dallon shumë nga ai i Vučićit, nga forca politike e Vučićit. Madje në raport me shqiptarët absolut nuk dallojnë asgjë. Megjithatë, protestat e fundit e dëshmuan se po mendoj kjo protesta e 23 majit e dëshmoj se ka një pikë vlimi të mundshme, sepse tashmë nuk janë vetëm protestat të rinjve, nuk protestojnë vetëm studentët. Atë po e mbajnë gjallë, sidomos në Beograd, qytetarët e Beogradit. Këto janë shenja të mosdurimit të kësaj qeverie autoritariste, me premisa bukur të theksuara për të shndruar në një regjim fashist. Dhuna e ushtruar në rrugët e Beogradit në orët e vona të natës, para mbylljes së protestës, e dëshmoj edhe një herë se aparati i dhunës i Vučićit nuk dallon asgjë nga ai Miloševićit. Madje mund t'i rikthehet bumerang vetë qytetarëve të Serbisë. Çështja është se sa po kontrollohet kjo lëvizje nga Rusia, dhe duket se ka gisht të theksuar, edhe impenjimi i Rusisë është relativisht i madh. Kjo dhe mund të shpjegohet me pozicionimet e luhatshme të Vučićit, sidomos kohëve të fundit. Në një analizë që kam bërë më gjatë, tekstit opinionit të Vučićit botuar në Fox News në 22 maj, kam vënë në re një pozicionim të ri, përpjekje në fakt, për pozicionim të ri të Serbisë në rrafshin gjeopolitik. Vučić është në gjendje të mendoj seriozisht ripozicionimin gjeopolitik të Serbisë me kusht që ai dhe forca e tij politike të mbetet tutje në pushtet. Dhe në opinion nënvizohet ky fakt se Serbia është e gatshme dhe qeveria e saj që t'i nënshtrohet pothuajse çdo vullneti të administratës së Trumpit, natyrisht në rast se do t'i ndihmonte të mbetej në pushtet. Pra është betejë për luftë a vdekje. Dhe ky ripozicionim i mundshëm ka shkaktuar reaksion pastaj, sepse vetëm një ditë më pas, Aleksandar Dugin dha një deklaratë jashtëzakonisht të rrept. Jo vetëm që e cilësoi si jo legjitim tashmë Vučićin, mbetjen e tij në pushtet si imponim, por edhe e cilësoi me fjalë të ashpër si një prostitut politike. Dhe vizita në Kinë vetëm sa e sforcon këtë cilësim të Duginit në raport me Vučićin. Po, për ta sqaruar, Aleksandar Dugin ka qenë truri i Vladimir Putin për një kohë të gjatë, thjesht për qytetarët. Deklarata apo ai memorandumi i studentëve, mendon se është qasja që kanë serbët në përgjithësi ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve, apo edhe ata po e bëjnë për t'ju kundër përgjigjur nacionalizmet që përdor Aleksandar Vučić për betejën elektorale? Pra ka njës që mendojnë ndryshe nga Vučić dhe nga nacionalizmi Vučić në Serbi? Natyrisht që ka, po ata janë minorancë.
si Nenad Çanak apo ndonjë tjetër kështu. Përgjithsisht forcat politike në Serbi nuk mund të ngriten për aq kohë sa nuk përmbrencohen me ideologjinë nacionaliste, klerofashiste të Serbisë, të kultivuar me vite tëra, me dekada, mos që prej themelimit të Serbisë moderne, prej vitit 1878. Asnjë forcë politike në Serbi gati thuj se nuk ka ardhur në pushtet pa e përdor këtë kartë të mbjell tashma në mas të gjerë të qytetarët sërbë. Ndërkaq, nuk është e rastësishme që vazhdimisht e theksojnë që armiku numër 1 i Serbisë janë shqiptarët. Dhe në këtë pikpamje memorandumi nuk sillte asgjë të re, por si të thush, rrafshonte iluzionet e një kategorie analistësh që ushqenin shpresa se brezi i ri i Serbisë mund shkëputet nga ky virus për shumë çka i rrezikshëm edhe për vetë Serbinë. Sidoqoftë, kjo flet edhe për një fenomen tjetër ndikues të djathtës ekstreme evropiane, sepse kjo lëvizje është tipike është disi e ngjashme me lëvizjet e së djathtës aktualisht në Evropë. Dhe rikthimi të shtetit nacional, ata duhen po mendoj gjithë mbështetësve të këtyre teorive, duhen t'i garantojnë se kjo lëvizje e re politike do të jetë bartëse e projektit nacional serb, respektivisht e platformës politike që prodhoi lëvizja politike serbe në qershorin e vitit kaluar në raport me të ardhmen e serbëve në Ballkan, që identifikohet me emrin Bota Serbe, dhe tashmë është gara kush do të jetë realizuesi i kësaj platforme. Do të jetë establishmenti i vjetër bashkë me Vučićin, apo do të jetë një lëvizje re politike që do të dalë nga kjo protestë masive e vazhdueshme, si të thush, dhe duket që edhe njëra palë edhe tjetra do të jenë problem për Brukselin dhe perëndimin përgjithsisht, po mbi të gjitha për fqinjtë e tyre, në radhë parë për shqiptarët. Duket se pas progresit të Malit të Zi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian,